Me hirin e Zotit, vazhdojmë mësim nga dhjata e vjetër përsëri tek letra e tek Samueli 1. Samueli 1. Do të fillojmë pra mësimin nga kapitulli i parë i Samuelit 1. Samueli 1. Nga kapitulli i parë nga fillimi. Libri i parë i Samuelit, kapitulli i parë nga fillimi. Ishte një njeri nga Ramathiam Cofini, nga zona malore e Efraimit që quhej Elkana. Ishte bir i Jerohamit, bir e Eliuhut, bir i Tohut dhe bir i Efraimit Cuf. A i kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë, kurse Ana nuk kishte. Çdo vit ky njeri nisin nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flijime Zotit të ushtrivet në Shiloh, ku gjendeshin dy bijtë e Efraimit, Hofni dhe Finehasi priftërin të Zotit. Kur i vinte dita Elkanahut të ofronte flijimin, ai kishte zakon t'u jepte pjesën që u takonte gruas së tij Penina dhe pjesët gjithë bijve dhe bijave të tij, por anës i jepte një pjesë të dyfisht, sepse e donte anën. Megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina i ngacmonte, prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë burri i saj Elkanahu i tha: Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë? Pasi hëngrën dhe pinë në Shiloh, Ana u ngrit, prifti Eli ishte ulur mbi ndenjësën që ndodhej në hyrje të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj lidhi një kusht duke thënë: O Zoti i ushtrivet, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shërptores sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërptoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërptores sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës të tij, dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij. Ndërsa ajo e zgjatte lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojen e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri i saj nuk dëgjohej. Pikërisht për këtë Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli tha: deri kur do të jesh e dehur të dalë të pija? Por Ana u përgjigj dhe tha: jo, im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë as verë as pije të tjera dese, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. Mos mendo se shërptorja jote është një grua e çoroditur, sepse ka qenë dhembja dhe hidhërimi i pamas që më ka shtyrë të flas deri tani. Atëherë Eli u përgjigj: shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove. Ajo u përgjigj: shërptorja jote pas gjetur hir në sytë e tu. Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Lindja e Samuelit. Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys përpara Zotit, pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Rama. Elkanahu njohu Anën, bashkëshorten e saj e tij, dhe Zoti u kujtua për te. Në kohën e caktuar Ana mbeti me barë dhe lindi një djalë, të cilit ja vuri emrin Samuel, duke thënë: sepse ja kërkova Zotit. Atëherë burri i saj Elkanahu ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit, sepse i tha burrit të saj: unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zgjedhur, atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij përgjithënjë. Burri i saj Elkanahu ju përgjigj: bëj si të duket më mirë, qëndro derisa të jetë zgjedhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën. Kështu gruaja mbajti në shtëpi dhe i dha gjinj birit të saj derisa ky u zvordh. Mbasi e zvordhi, e mori me vete bashkë me 3 dema të vegjël, një ef milli dhe një calik verë, dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali ishte akoma shumë i vogël. Pastaj ata flijuan një dem dhe ja quan djalin Elit.
Ana i tha, im Zot, ashtu si që është e vërtet që jeton shpirti ytë im Zot, unë jam ajo grua që më rrinte këtu afër tejet dhe që i lutesha Zotit. Amen fjalës të Zotit. Dikur Zoti, rreth 1000 vjet përpara Krishtit, e vizitoi Perëndia Mojsiun që të çliroi nga vendi i Egjiptit që ishin të mposhtër atje. Dhe me të vërtet, me një krah të fuqishëm, me një dorë të shtrirë, Perëndia përdori Mojsiun dhe kështu pas 10 plagëve të tronditësit e çliroi popullin e Izraelit nga Egjipti, ku pasi i zhveshën egjiptasit vazhduan për të shkuar sipas fjalës të Perëndisë në vendin e premtuar në tokën e Kananit. Por Mojsiu dërgoi 12 vëzhgues dhe do të guxoja të thoja 10 princa ose 10 peshkop, si mund të themi sot, që të shohin vendin, të vëzhgojnë vendin dhe kur u kthyen 10 prej tyre e bën një reklam të keq e vendit duke thënë se është e pamundur të hymë në atë vend. Jemi një asgjë përpara atyre që banojnë atje. Atje janë qytetet të rrethuara mirë, janë bite Anakinit që janë gjigantet dhe nuk kemi asnjë shpresë që të shkojmë të zotërojmë vendin. Pavarësisht se Perëndia u kishte thënë shkoni dhe do të zotëroni vendin. Vetëm 2 prej të 12-vet, pra Jozeu dhe Kalebi, thanë jo, Perëndia na i ka dhënë në dorë atë vend. Për këtë arsye, të dashur vëllezër dhe motra, do të jemi shumë të kujdesshëm. Në popullin e Perëndisë nuk ekziston ajo që thot shumica, por ekziston dhe do të numërohet çfarë thot fjala e Perëndisë. Pra jo çfarë të thojnë të shumtit, por çfarë të thot Zoti. Nuk jemi një demokraci, një popull demokrat, por jemi një komb, një priftëri e shenjtë, një brez i zgjedhur, një popull që zgjodhi Perëndia për të deklaruar të pëlqyeshmet e tij në te. Kështu pra Perëndia e braktisi popullin që nuk besonte, sepse i gjithë populli u bindën nga të 10 vëzhguesit dhe për 40 vjet kështu mbetën duke u sjellur në shkretir derisa të vdiste ai brez që nuk besoi dhe kështu një brez tjetër që doli bashkë me Jozeun dhe Kalebin të shkojnë të hynë në vendin e premtuar. U futen, hodhen muret e Jerikos dhe u futen pra dhe në tokën e premtuar. Por duke parë se zemra njeriu të shtrathare dhe shumë e pabes, pas bekimit të Perëndisë tek Jozeu, erdhi përsëri distancimi ose largimi i popullit të Izraelit. Dhe kështu Perëndia u detyrua për disa vjet të përdor gjyqtar. Domethënë të arri deri në shkatërrim populli i Izraelit, të ngrej pastaj Perëndia një gjyqtar të çliroi popullin e Izraelit nga armiqt që e qarkonin. Dhe kështu arriti fundi i çështjes kur gjyqtar ishte Eli, kryeprift ishte gjyqtar dhe kishte 2 djem, kishte Fineasin dhe Ofnin. Por Perëndia e dinte se ato të 2 do të ishin më të këqimt nga të gjithë të tjerët. Dhe kështu Perëndia kërkon të gjej, ashtu sikur se thot fjala e Perëndisë dhe kur nuk bën gabim fjala e Perëndisë, sepse 7 syt e Perëndisë fluturojnë mbi gjithë faqen e dheut për të u gjetur një të fortë që zemra e tij të jetë e përsosur përpara Perëndisë në mënyrë që të shpresojë vetëm tek ai. Kështu pra kërkoi Perëndia të gjej një njeri që të mund të sillte një gjyqtar të fundit dhe që të ishte i veçantë dhe njeri i vetëm, pra Samueli. Dhe kështu duke kërkuar gjeti një familje, gjeti familjen e Elkanaut, që kishte 2 gra, kishte Peninën dhe Anën. Dhe këto 2 gra ishin gra të veçanta. Nga njëra anë Penina kishte fëmijë, ishte e bekuar nga Perëndia, se i kishte dhënë Perëndia djem dhe vajza. Por ishte e vuajtur dhe munduar sepse burri i saj, Elkanahu, nuk donte atë, po donte Anën. Nga një ana tjetër, Ana ishte e bekuar sepse shijonte dashurinë e burrit të saj,
që është shumë serioze kjo, që të shijoj gruaja dashurinë e vërtet të burrit të saj, ndërsa Penina ishte e munduar për sa i përket kësaj çështjet, sepse nuk kishte as pak dashuri burri i saj ndaj saj. Pra dy gra edhe të bekuara, por edhe të stërmunduara, do të thoja, që të dyja. Por Perëndia zgjodhi jo atë që ecte sipas mishit, pra Peninën, sikur do ta shohim dhe më poshtë, por zgjodhi atë që ecte sipas frymës të shenjtë, me besim, me shpresë dhe me dashuri në Perëndinë. Dhe shohim tani ecurinë e çështjeve, sikur se Perëndia i ka paranjohur përpara krijimit të botës që të lindte Samueli, një gjyqtar i përsosur dhe profet i Zotit, të cilin Perëndia e përdori që të vajos mbret për herë të parë Saulin, mbret mbi popullin e Izraelit, i pari ishte Sauli dhe në të vërtetën ishte për të vajosur mbret Davidin, nga i cili do të dilte Jezu Krishti. Jezu Krishti ishte bir i Davidit. Kishte ndodhur një çështje shumë me interes dhe veçantë përpara, çështja e Ruthit dhe Naomis. Ruthi dhe Naomi ishte një grua që kishte një burr, Elimelekun, dhe kishte dy djem, Mahlonin dhe Kilionin. Por u bën razi buket në Betlehem Elimeleki, ku do të thotë se Perëndia im është mbret. E braktisi mbretin e tij Perëndin, duke shpresuar të shkojë dikund tjetër, pra në vendin e Moabit, të gjejë atje dhe të bëjë një jetë më të mirë. Sa serioze është të braktisësh vendin në të cilin të ka vënë Perëndia. S'ka për të shkuar mirë. Perëndia të na ruaj. Nuk e braktisim vendin që na ka vënë Perëndia, dhe ta them, nuk braktisim familjen në të cilën na ka vënë Perëndia. Domethënë nuk e lëm burrin apo gruan apo fëmijët dikun tjetër, apo të lëm kishën tonë dhe të shkojmë dikun tjetër. Ajo që ka rëndësi është që të di se çfarë ka paranjohur për bekim Perëndia për mua. Kjo është e rëndësishme. Dhe tani futemi në çështjen e paranjohjes të plotfuqishmit Perëndi që paranjef dikënd. Që të përparoj pak për Ruthin, Ruthi ishte një nuse, sepse vdiq edhe burri Naomis, Elimeleku, dhe dy djemtë e saj, dhe ajo vendosi të kthehet në Betlehem, sepse dëgjoi se Perëndia e kishte vizituar vendin, pra që nuk kishte më zi buke. Kishte dy nuset të djemve që kishin mbetur, që djemtë kishin vdekur dhe kishin mbetur nuset. Dhe ju tha mos më ndiqni, rini shkoni në shtëpitë tuaja. Por njëra, Ruthi, që është një person shumë e rëndësishme, sepse nga ajo do të lind Davidi. Ruthi tha, mos më detyro të lë dhe të ndahem nga ti, sepse dëgjoni se çfarë i thot. Ma çfarë zemrash janë këto që shohim në fjalën e Perëndis. Sepse ku të shkosh ti, ishte moabitese. Ku të shkosh ti, kjo do të thot dashuri. Kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë. Dhe kudo që ti të rrish, do të rri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, ma je moabitase. Dhe Perëndia yt do të jetë Perëndia im. Aty ku të vdesësh ti, do të vdes edhe unë. Dhe u betua duke thënë, kështu të veproj me mua Zoti, bile edhe më keq në rast se veç vdekjes do të më ndaj gjë tjetër prej tejet. Dhe kështu pra Ruthi e ndoqi Naomin, ku aty ku shkoi gjetën Boazin, ishte një nga princët e Izraelit, u martua me te, dhe fjala Boz do të thot i fort. Bën Obedin, i cili lindi Jeseun, dhe Isai, do të thënë dhe Isai lindi Davidin. Dhe tani kthehemi dhe shkojmë tek Elkanahu, tek Ana dhe tek Penina.
Elkanahu ishte një njeriu besimtar. Dhe sikurse përsëris, kishte 2 gra, të dyja të bekuara. E bekuara me shumë fëmijë dhe tjetra e stërmunduara që nuk kishte as pak fëmijë. Por Perëndia i bën këto, e kishte mbushur zemrën e tij me dashuri për gruan shterp që kishte. Ishte e përçmuar në atë kohë një grua që të ishte shterp, përçmohej nga njerëzit. Dhe ky njeri çdo vit shkonte të adhuronte Perëndin dhe të ofronte flijime tek Zoti i plotfuqishëm aty ku duhej në Shiloh. Atje sillnin flijimet atëherë. Dhe aty ishin edhe 2 bijt e Elit, ku më vonë do ta shohim se kush ishin ato. Ofni dhe Fineasi, priftorin të Zotit. Dhe një ditë të përcaktuar, sikurse duhej, Elkanahu të shkonte të bënte flijimet. Të ofronte domethënë flijim Zotit Perëndis të tij dhe kështu i jepte pjesë nga flijimi Peninës dhe fëmijëve të saj, kurse Anës që e donte më shumë i jepte pjesë të dyfisht nga flijimi që bënte. Pavarësisht, dëgjoni se ç'thot fjala e Perëndis, pavarësisht se Zoti e kishte mbyllur barkun e saj që të mos lindte. Pra çfarëdo që të ndodh në jetën e njeriu që ka paranjohur Perëndia e bën. Çfarëdo që të bëhet. Përveç nëse është rezultat shkak i mëkatit, i shkeljes apo i paudhësisë. Atëherë Perëndia nuk mund të bëjë gjë tjetër përveç se njeriu të zgjedh vet rrugën e tij. Ja kujtoni Demën, i cili ishte shërptori i Perëndis, por duke dashur këtë botë u largua, braktisi Zotin dhe iku në Selanik. Dhe nuk duket me që kur iku nga aty. Nuk e dim nëse u pendua ndonjëherë, por nuk e besoj sepse do ta thoshte në shkrimin. Fjala e Perëndis. Tani shkojmë të shohim mundimin dhe bekimin se si e menaxhojnë këto 2 gra që është edhe mesazhi i sotshëm. Si e menaxhon pikëllimin tënd dhe si e menaxhon bekimin e Perëndis në jetën tënde. Shumë serioze kjo. Dhe le të shkojmë tek Penina së pari. Penina menaxhon të bekimin e Perëndis, ashtu sikur se Perëndia i dha shumë fëmijë dhe menaxhon të këtë bekim me krenari dhe veçanërisht me ligësi brenda saj, me smir ndaj Anës që e donte Elkanau. Kurse sikurse e thot për Peninën, e ngacmonte dhe hidheronte shumë Anën. Do më thënë e përçmonte jashtë mase, në mënyrë që ta bente atë që të vuante më tepër, sepse Zoti kishte mbyllur barkun e saj. Dhe në këtë mënyrë sillej çdo vit që shkonin për të sjellur flijimin, kurse ajo si e menaxhon tani bekimin që kishte. Mundimin që ka e pranon, nuk e kundërshton, kurse bekimin nuk e shfrytëzon. Nuk shkoj tek burri i saj t'i thot, thuaj të mos më përçmoj, të mos më mundoj kaq shumë, por nuk duket këtu të thoj diçka burrit të saj. Do më thënë i madh mesazhi i sotshëm, se përse të zgjedh Perëndia. Sepse kur të bekon, ti përulesh dhe kur të mundohesh, ti përulesh, të mundon, ti përulesh, jo, në të kundërtën e tha. Kur të mundon, përulesh dhe kur të bekon, përulesh akoma më tepër. Ky është shërptori i Perëndis, të cilin e zgjedh Perëndia, sepse kush e përul veten e tij do të lartësohet. Kush lartëson veten e tij, patjetër që do të përulet, patjetër do të përulet. Por nuk është vetëm menaxhimi i përuljes së saj apo i bekimit të Anës që ishte shumë i pëlqyeshme përpara Perëndis, sepse thash, jo unë për fjala e Perëndis, se në bekimin e saj, në përuljen e saj, në mundimin e saj përulej, kurse në bekimin e saj përulej akoma më tepër. Kur nuk ju ankua Elkanahut për Peninën,
Çfarëdo që i thoshte Elkanaut, nga që e donte shumë do ta bënte Elkanau. Do t'i kontrollonte, do ta ndëshkonte, nuk e di se si do të vepronte ndaj Peninës. Por Ana ishte një njeri i Perëndis e përulur, të cilën e kishte zgjedhur Perëndia për këtë arsye, që ta lartësoj, nga që karakteristika kryesore e saj, edhe në mundimin e saj, edhe në bekimin e saj, ishte përulja. Gjë e madhe, vëllezër dhe motra të dashur, që të kemi një frym të përulur të njeriut, dhe Ana kishte dhe zemër të butë të njeriut, sepse ishte shterb. Por kishte edhe diçka tjetër, kishte frikë përpara fjalës të Perëndisë. Elkanau e pa duke qarë dhe duke mos ngren, e trishtuar dhe hidhëruar dhe e ngushëlloi. Nuk e dinte se çfarë i kishte bërë Penina asaj, por shifte se si vepronte Ana, kaq e pikëlluar që ishte duke qarë dhe duke mos ngren. Dhe nga që e donte ju afrua që ta ngushëllonte, ashtu sikur se duhej ta bënte, dhe sikur bën dikush që ka dashuri nga Zoti në zemrën e tij për njeriu që ka pranë. Pra të ngushëlloj të pashpresët, të forcoj të dobëtit dhe të mbështes të mpakurit. Ashtu sikur se thot apostulli Paul, për këtë jemi të vendosur. Kjo është puna jonë. Për këtë na ka vënë Zoti të ngushëllojmë të pashpresët, të përforcojmë të dobëtit dhe të mbështesim të mpakurit. Ja mendoni se cila është puna e shërptorit të Perëndisë. Dhe ajo pas këtij ngushëllimit hëngri, por tani vazhdon ajo që i pëlqen Perëndisë. Në mundimin e saj, çfarë do të bëjë? Do të shkojë tek Zoti. Ku do të gjejë ngushëllim? Kush do ta ndihmoj? Miku i tij. Kjo do të thotë besim dhe shpresë dhe dashuri. Shpresoj se Zoti do të më dëgjoj. Besoj se Zoti do të më dëgjoj. Sepse më don, por edhe unë e dua. Dhe u ngrit Ana pasi hëngri pas këshillës të burrit të saj, dhe hëngri dhe shkoi dhe u ul e hidhëruar në shpirtin e saj, duke qarë me dënes, thot, çfarë bëri? Shkoi të lutej tek Zoti. Sa mirë që është kjo. Vetëm duke qarë, e hidhëruar, e pikëlluar, nuk shkoi të ankohet Elkanahut, atë që ta vej me Peninën, nuk shkoi tek ndonjë njeri e theksoi, nuk shkoi askund tjetër që të nxjerrë zemrën e saj përveç se tek Zoti i plotfuqishëm. Në mundimin e saj, në përçmimin e saj. Por aty rastësisht të Perëndisë, jo kot rastësisht, por ishte Eli i ulur në vendin e tij, në ndenjësën e tij, pra pushteti i tij, që ishte pranë derës së tempullit të Zotit. Dhe këtë dua të lexoj diçka që është shumë e rëndësishme, jo tempullit të Zotit, më falni, thash gabim. Si ishte tempulli atëherë. Shikoni kur Kajafa profetizoi që ishte kryeprift, që ishte ulur në ndenjësën e tij, dhe thot shkrimi. Dhe thot, një nga ato Kajafa që ishte kryeprift, sikur Eli, i tha atyre, ju nuk dini asgjë, dhe as nuk e mendoni se na intereson që të vdes një njeri në favor të popullit që të mos humbas populli. Dhe e shpjegon fjala Perëndisë më poshtë. Këtë nuk e than nga vetja e tij, por duke qenë se ishte kryeprifti atij vitit, profetizoi. Nga që ishte kryeprift, profetizoi pa kuptuar se çfarë tha, se duhej që Jezusi të vdiste në favor të popullit. Dhe jo vetëm në favor të popullit, por edhe të mbledh në një bit e Perëndisë që ishin të shpërndar. Sa e mrekullueshme është se ky është plani i Perëndisë. Ti mbledh në një bit e Perëndisë të shpërndar.
Kush e din se cilët janë bitë e Perëndis? Vetëm Perëndia i ka paranjohur. Ma janë në botë, janë në mëkat. Pali ishte i thtar, blasfemues, përndjekës i kishës, por e kishte paranjohur Perëndia. Dhe jo vetëm kjo, atë do më thënë, por edhe shumë të tjerë që janë pranë nesh dhe ne akoma si kemi kuptuar. E gjithë kisha çfarë thoshte? Po larg palit. I mundonte, por Perëndia e kishte zgjedhur. O Zot Perëndi. Kështu pra, Eli ishte i ulur në ndenjësën e pushtetit të tij dhe shifte, ndërsa Ana nuk i shifte, dhe unë do të thoja, kur të lutesh, të shef, jo Eli, por Zoti të shef. Nuk të shef askush tjetër. Jo vetëm që të shef, por edhe të dëgjon. Vëllezër dhe motra, sa rëndësishme është të kuptojmë vlerën e lutjes tonë në dhomën e lutjes. Pa tjetër që ka vlerë të madhe të dëgjojmë dhe të studiojmë fjalën e Perëndis, por sa rëndësishme është që të kemi rregullsi dhe jo për pak minuta, por për shumë në dhomën tonë të lutjes. Aty do të dëgjojmë zërin e Krishtit, aty do të dëgjoj fjalët e tona Krishti, aty do të na shëndërroj nga shërptor në miq të tij, dhe aty çfarëdo që ti kërkojmë në emër të Krishtit do të na i dhuroj, sepse don që gëzimi jon të jetë i plot. E dini se si e quan kishën e tij Krishti? Vëllezër, miq të mi dhe nusja ime. Kështu don Perëndia dhe ti të shofësh gruan tënde. Si motër tënden, si shoqe tënden, por edhe si bashkëshorte tënden. Dhe kështu don edhe gruaja të shoh burrin e saj, si vëlla të saj, si shok të saj, por edhe si bashkëshort të tij, të saj. Kjo është marrëdhënia e bekuar e familjes. E mrekullueshme kjo, vëllezër dhe motra, por të jesh edhe mik ose shok me fëmijët e tua. Për një veçanarisht. Përse? Sepse çdo fëmijë ka karakterin e tij. Don ndryshe të sillesh me njërin dhe ndryshe me tjetrin. Dhe duhet ta njohësh dhe ta kuptosh, sepse fëmia është fëmijë. Ti je nëna, që ke edhe përgjegjësinë e fëmijëve, dhe ti je babai që ke përgjegjësinë e gjithë familjes. Por le të kthehemi tek Ana, tek, sipas mendimit tim, një grua e mrekullueshme, e hidhëruar, që qante, shkoi në dhomën e saj të lutjes dhe mundësisht në dhjatën e vjetër në tempullin e Perëndis. Qante dhe aty bëri, shikoni, bëri një lutje, dhe kujdes këtu, lutje për kushtimi, se pa tjetër kur të futemi në dhomën tonë të lutjes, du të lavdërojmë dhe të falenderojmë Zotin. Por çdo shqetësim tonin, thot fjala e Perëndis, hidheni tek ai, sepse ai interesohet për ju, vetëm ai. Dhe aty dha bëri një lutje që se dëgjoj askush tjetër përveç Perëndis, një lutje për kushtimi. E dini se përse e bëri këtë? Ky është shkak i mundimit të saj tek stërvitësja e saj që ishte Penina, e cila e bëri që të vuante. O Zot, na ruaj. E dini se ku ishte sekreti i bekimit të Davidit nga stërvitësi i tij Sauli, apo tek çdo shërptor i bekuar i Perëndis, të shihni se ka një stërvitës, mbas edhe më shumë se një. Perëndia të na ndihmoj që t'i duam dhe të lutemi për ata që na mundojnë. Jo t'i urrejmë,
dhe të mos flasim dhe keq për ta, por t'i duam dhe të lutemi. Përse? Që të ndërhyj Perëndia në jetën tonë me mënyrë ngushëlluese, por jo vetëm kjo, por me mënyrë të bekuar që të përmbush planin që ka përgatitur Perëndia për ty. Për gjithë secilin prej nesh, Perëndia ka përgatitur një plan të veçantë. Kush mund ta prish planin e Perëndis? Vetëm ne vetë, jo Perëndia, por njeriu pra. Vetëm ti mund ta prishësh. Nëse vën zemrën tënde që është tradhtare, për këtë arsye thot, ruaje zemrën tënde o biri im, sepse nga kjo vjen gjithçka që bëhet në jetën tënde. Në qoftë se zemra jote është tradhtare, është e butë dhe e mirë përpara Perëndis, atëherë Perëndia do të dërgojë nga bekimi në bekim dhe nga hiri në hir dhe nga lavdia në lavdi. Pra zemër e butë, e thjesht përpara Perëndis dhe njerëzve. Jo një zemër e egër, sikur Penina, ku nga që kishte bekuar Perëndia mundon të Anën, por sikur Ana, që kur nuk e shfrytëzoi bekimin e Perëndis, pra që kishte dashuri burri i saj ndaj saj, duke mos shkuar kur tek Elkanahu të shkojë të ankohet. Dhe as nuk shkoi ti lutej Elkanahut apo ti kërkoi ndihmë Elkanahut, çfarë ndihme mund t'i jepte Elkanahu? Por shkoi tek ai që është ndihmësi jon, Zoti jon dhe Perëndia jon, dhe interesohet gjithmonë për ne. Dhe në zemrën e saj Perëndia vuri një urim përpara krijimit të botës, për Elin. Nuk e mendoi nga vetvetja e saj. Ajo që bën dhe është e pëlqyeshme në sytë e Perëndis nuk është mendimi yt, thot fjala e Perëndis. Njeriu ka frymë, por frymëzimi i të plotfuqishmit e ndriçon atë. Si e mendoi këtë Ana, duke qenë është frymëzuar nga i plotfuqishmi? Dhe bëri një urim dhe tha: O Zot, në qoftë se ti shef në përullësinë e shërptores tënde dhe më kujton dhe nuk e harron shërptoren tënde, por e jep shërptores tënde një bir mashkull, unë të premtoj se atë që do të më japësh, ta jap për gjithë jetën e tij Zotit, dhe jo vetëm këtë, por edhe brisk nuk do të ngjitet në kryet e tij, pra të jetë i përkushtuar gjithmonë tek ti. Unë do ta përkushtoj dhe do të jetë i përkushtuar. Ma ku e din Ana se do të mbetet i përkushtuar dhe nuk do të largohet nga Zoti? Të dashur vëllezër dhe motra, Ana është e frymëzuar nga Zoti, por e ka ndriçuar mendjen Zoti. Dhe tani mrekullia. Nuk ishte parë se ishte Eli ulur aty, dhe Eli e shifte se si vepronte, sepse Ana nuk fliste me zë që të dëgjohej, sepse i drejtohej Zotit, vetëm buzët e saj lëviznin. Do më thënë, e dinte se çfarëdo që thot, do të dëgjoj vetëm Perëndia. Amen. T'ju them diçka, çfarëdo të mirë apo të keqe, Perëndia e dëgjon. Dhe ke edhe pasonjat nga kjo çfarë thua. Ki kujdes pra çfarë thua, sigurisht do të shohësh se çfarë dëgjon, por ki kujdes edhe se çfarë thua. Ç'është ajo që thua? Çfarë the tani? The diçka që e mërziti Zotin, direkt në gjunjë, pendes automatike të bësh. Diçka që i pëlqen Perëndisë se the, lavdëroje Perëndin që të dha një mençuri dhe një frymëzim të tillë. Eli e shikonte buzët që lëviznin dhe nuk dilte zë për i gojës së saj. Dhe si njeri thot ajo është e dehur. Dhe do të thoja se edhe u mërzit, sepse mendoj se ishte e dehur. Dhe i tha Eli, deri kur do të jesh e dehur përfundimisht, shko dhe hiq dorë, hiqe atë pije që ke brenda vetes. Tani
me frym të përullur, me një zemër të butë, Ana i përgjigjet Elit. Nuk i thot, ma nuk me kupton dhe hade më lërë rehat, dhe Zotit më ruaj që them kështu, por me përullje i thot, jo Zoti im, mos më shif sikur si jam një grua e qëroditur, as kam pirë verë dhe as pije dekse, por po derdhi zemrën time për para Zotit, sepse jam e pikëlluar. Sepse nga dhembja e madhe dhe nga pikëllimi që kam fola deri tani ndaj Zotit. Nuk jam e dehur. Dhe këtu bëhet ajo mrekullia e madhe që lexuam pak përpara. Kajafa profetizoi për Jezu Krishtin. Dhe Eli, kryeprift i atij vitit, do të profetizojë tani për atë grua. Dhe jo vetëm kjo, por do ta kuptojë edhe gruaja, do të vijë paqja në zemrën e saj. Sa mirë, si vepron Perëndia, vëllezër dhe motra. Dhe tha, shko në paqe, tha Eli. Perëndia i Izraelit nuk e din kërkesën e tij, e saj do më thënë, por thot Perëndia e Izraelit ta dhënë atë që i kërkove. Dhe Ana gjeti hir nga Perëndia dhe u gëzua që dëgjoj këtë. Besoi në urimin që i bëri Eli, sepse ishte kryeprift mbase. Por sa mirë është që thot fjala e Perëndis, uroni njëri tjetrit që të shëroheni. Sa mirë është të orosh të mirat, më të mirat dhe më të vazhdueshme për vëllain tënd, por me zemër të pastër, me ndërgjegje, sepse ai ishte kryeprift atëherë, kurse ti sot je mbret dhe prifti shumë të lartit. E kuptoni vëllezër dhe motra të dashur, lutjen tonë dhe urimin tonë, sa forcë dhe pushtet ka? Mbretëri priftërore. Pushtet mbretëror dhe lutje ndërmjetëse priftërore. Sa rëndësishme është të lutesh, jo për ato që të duan dhe të bëjnë mirë, por veçanërisht për ato që nuk të duan dhe nuk të bëjnë mirë. Aty kënaqet Perëndia, aty shijon mirësinë e Perëndisë. Dhe tha, uroj që shërptorja jote të ketë gjetur hir në sytë e tu. Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Pra e besoi. Besoi në urimin e kryepriftit. O Zoti im, do më thënë Perëndia, në zemrën e saj vuri besim. Sepse besimi nuk vjen vetvetiu, por vjen nga dëgjimi dhe nga dëgjimi i fjalës të Perëndisë. Pra e pa dhe ndjeu se atë që tha Eli ishte fjalë e Perëndisë, sepse ishte kryeprift. Dhe u gëzua, besoi. Dhe kështu në mëngjes u zgjuan, në mëngjes adhuruan Zotin, u kthyen në shtëpinë e tij në Ramah dhe Elkanahu e njofti Anën, gruan e tij, dhe Zotit ju kujtua lutja e saj. Sa fjalë të bukura që përdor, sa më pëlqen fjala e Perëndis. Nuk thot se u bind, por ju kujtua lutja e saj. Sa serioze është që lutjen tënde, kur të jetë e pëlqyeshme përpara Perëndis, ta dish se do ta kujtoj në kohën e duhur Zoti. Kur do ta kujtoj? Kur do të bashkohet me Elkanaun? Kur do të kujtoj lutjen tënde? Kur të vinë koha e përshtatshme. Kur të vinë dita dhe momenti i caktuar. Dhe në vend ma dën shumë punë Zoti ta bëj. Kjo nuk ishte ajo që mundohej. Kjo nuk ishte munduar gjithë kohën që të lindte Samueli. Të gjej gruan që do të sillte Samuelin në jetë. Të gjej bashkëshortin e saj gruaje që do të sillte Samuelin. Aleluja.
Dhe tani vëllezër dhe motra të dashur, sikurse ma tregoi Zoti, ty të gjeti Perëndia dhe të solli që të bëj atë që ka paranjohur dhe paracaktuar për ty. Për këtë arsye, ki kujdes, ruaje dhomen tënde të lutjes, sepse anën e dëgjoj Eli, kurse ty dhe mua na dëgjon Krishti. Amen, vëllezër dhe motra. Na dëgjon dhe do të na kujtoj lutjen tonë, kur në kohën e tij. Çfarë do të thotë do ta kujtoj? Do të thotë ma ka thënë, ma ka kërkuar. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, të vrapojmë ju lutem në dhomën tonë të lutjes. Por duhet të them dhe diçka tjetër, burri dhe gruaja janë një, të vraponi së bashku në dhomën e lutjes, jeni një. Dhe unë e kam thënë shumë herë për lavdi të Perëndis atë, nuk ka lutje që kemi bërë me anën të dy bashk dhe të mos jetë përgjigjur Perëndia, jo për ato që i kemi kërkuar, por shumë më tepër dhe më të mirën nga sa kemi menduar dhe kërkuar. 42 vjet në besim. Gjë e madhe kjo vëllezër dhe motra të dashur, të futesh në dhomën tënde të lutjes dhe veçanërisht të futesh me gruan tënde, të mbyllesh derën, të futesh brenda dhe të sjellësh kërkesat e tua përpara Perëndis. Sigurisht dhe me fëmijët e tu. Për këtë arsye do të kemi në shtëpinë tonë edhe lutje së bashku, edhe studim së bashku. 2 karakteristikat bazë të njeriu të bekuar të Perëndis. Kështu unë gjiz, ana në vend. O Zoti i madh. Nuk vonon Zoti, nxitohet. Mbretëria e Perëndis nxitohet dhe ato që nxitohen e rrembejnë atë. Edhe si mund të bëhesh i nxitueshëm? Në dhomën tënde të lutjes, kur duke qarë lutesh. Mbretëria e Perëndis nxitohet dhe ato që nxitohen e rrembejnë atë. Kështu pra vitin tjetër Elkanau i thot, të shkojmë përsëri të ofrojmë flimin. Jo, i thot. Përpara do të zvjedhet fëmia, të rritet pra pak, dhe kur t'ja heq qumshtin, do të shkojmë t'i ofrojmë flimin Zotit dhe do të lë fëmijën tim tek Eli që të jetë dhe të qëndroj gjithmonë në tempullin e Perëndis, të jetë shërptori i Perëndis të shumë të lartit. Dhe Elkanahu që e donte anën nuk ja prish qefin. Nuk i thot hajde çau dhe leri këto që thua, të i shkojmë. Jo, nuk don, rri. Do të vinë të kalojnë 3 vjetët që të zvjedhet fëmia dhe pastaj të shkojmë. Sa mirë që është për çiftin të kenë një marrëdhënie të mrekullueshme të dashurisë. Dhe sa mirë që kisha të jemi të gjithë së bashku, që të duam njëri tjetrin dhe të përullur, të mos e shohim tjetrin sikur është jam unë nga lart dhe tjetri më poshtë, për ta dim se brenda çdo vëllai dhe motret fshehet Zoti i plotfuqishëm. Sa duhet ta respektosh pra vëllain më të vogël ose motrën më të vogël. Dhe kështu erdhi ora që të shkojnë pasi u zverdh Samueli dhe u ofruan tek Eli, pasi ishte për të ofruar flimin, dhe i thot se kjo ishte kërkesa që i bëra atëherë Zotit. Të kujtohet Eli, për këtë fëmijë u luta, ma dhuroi Zoti dhe unë tani dëgjojeni ju lutem. Nuk e dhuroj tek Zoti, por ja jap borxh Perëndis. Çfarë ndryshimi ka? Shumë ka. I imi është, por ja jap borxh Zotit. I imi është. Zoti ma dhuroi. Nuk të ta dhuroj që të bëhet i yti, por ja jap borxh Zotit. Dhe patjetër Samueli u bë një me të vërtet shërptori i Perëndis, i veçantë, i zgjedhur, përse? Sepse ishte i paranjohur nga Perëndia dhe i paracaktuar për gjithë veprën që bëri deri në fund të jetës së tij. Patjetër që Perëndia anën e bekoi shumë më tepër dhe i dhuroi në paragrafin 21 të kapitullit të 2 thot se i lindën 3 djem dhe 2 vajza përveç Samuelit. Dhe kështu mundimi i saj, vuajtja e saj u kthye në bekim, sepse Perëndia e ndryshon nga e keqja ta nxjerr për të mirë. E beson?
çfarëdo e keqe që mund të bëhet në jetën tënde, Perëndia do ta ndryshojë në të keqe. Dhe dini sa bukur e thot fjala Perëndis, që të jemi të qetë, gjithçka bashkëvepron, cilat të gjitha, edhe të mirat, edhe të këqijat, të gjitha bashkëveprojnë për të mirë, vetëm tek ato që duan Perëndin. Ana çfarë ishte? E donte Perëndin. E donte. Donte dhe burrin e saj, por donte më tepër Perëndin. Nuk shkoi tek burri i saj t'i kërkoi ndihmë për mundimin që i shkaktonte Penina, por shkoi tek Zoti, jo që të merrte hak ndaj anës, por ndaj Peninës, por që të bekonte Perëndia anën. Domethënë çfarë donte? Që ta bekonte Perëndia dhe Peninën ta bekoi edhe atë Perëndia. Falenderojmë Zotin. Të dashur vëllezër dhe motra, Perëndia paraqeh. Dhe ky është mesazhi që më dha Perëndia mbrëm në darkë. Mendime të mira ka për ty Perëndia. Ki kujdes, mos e braktis ashtu sikur se dema. Ka këshilla dhe mendime të mira Perëndia për ty. Ka plane të mira Perëndia për ty. Qëndro i përullur, rri në fjalën e Perëndis, rri në vendin ku të ka vënë Zotin atë bank ku je, dhe do të shofësh Perëndin që do të bëje mrekullira tek ti dhe tek gjithë familja në emër të Jezu Krishtit. Amen.